Kreshma si art I dhurimit dhe I heqjes dorë, nga Don Fatmir Koliqi. Kreshma ka një rol të rëndësishëm në jetën e besimtarit të krishterë, sepse është një kohë përgatitore për festën e madhe të Pashkës së Krishtit. Kjo kohë 40 ditore, besimtari në vë përballë zgjedhjeve jetësore, si duhet ta përshkojë këtë kohë që të bëhet periudhë e fritshme, kohë vendimi dhe zgjedhjeje, si për jetën personale, ashtu edhe për atë bashkësiore. Me pak fjalë, që kjo të ketë një efekt shpirtëror të brendshëm, të thellë e me pasoja fisnikërie. E para që duhet e kemi parash, është se Kreshma nuk duhet ta reduktojmë thjesht vetëm në një periudhë të kalendarit liturgjik, si një traditë që duhet të kalohet prej një kohe në një tjetër, por duhet marrë para së gjithash, si një udhëtim kthimi. Është koha kur kisha si nën, fton ta rishikojmë zemrën, ta pastrojmë shikimin dhe ta riorientojmë jetën drejt hyjit, siç thot shkrimi shejt. Kthehuni me gjithë zemër ka unë. Në këtë udhëtim, dinamika është e dyfishtë, të dhurojmë dhe të heqim dorë, sepse kthimi nuk është vetëm largim nga e keqja, por edhe zgjedhje dhe bërje së mirës, përmes akteve e gjesteve konkrete. Para disa koheve, duke ngreh pyetjen, çfarë duhet të dhuroj dhe çfarë duhet të heq dorë gjatë kohës së kreshmave, pata renditur krejt spontanisht në këtë dinamik. Disa prej dhurimeve që e përforcojnë jetën shpirtërore të njeriut besimtar: falënderimi, komplimenti, falja, shpresa, vlera, lutja, respekti, ndihma, koha. Dhe prej atyre gjërave që duhet të heqim dorë, ankimet, gjykimet e ashpra, hakmarrja, negativizmi, mëkati, paragjykimi, egoizmi, sharjet, thashethemet. Si vëmendje e vetëdijshme për gjërat që na pengojnë në rritjen e besimit dhe të qenies son krishtërore. Pas kësaj, përfundimi vjen të natyrshëm, si grishje për të shmangur gjërat që na largojnë prej Zotit, e duke ja kushtuar kohën ton gjërave që rrisin fisnikërinë shpirtërore. Prandaj këtu po I rimarr me një reflektim të shkurtër nxitës, pa I ngarkuar me detaje, që secili pastaj I lirë duke reflektuar e medituar mbi veten e tij, do të arrijë të shtojë e të pasurojë këtë udhëtim kthimi nëpërmjet dhurimit dhe heqjes dorë. Dhurimi të ban me hap zemrën. Të dhurosh gjatë kreshmeve nuk do të thot vetëm të japësh diçka materiale, por e ka kuptimin që të dhurosh diçka nga vetvetja, si kontribut I pasurisë tënde shpirtërore. Prandaj dhuro falënderim. Në një kulturë ankese dhe kërkese, falënderimi është akt kundër rrymës. Ai na mëson të shohim dhuratën e jetës dhe ta njohim dorën e hyjit në të përditshmen, së pari për veten tonë, e pastaj edhe për tjerët, me të cilët e ndajmë jetën e përditshme. Dhuro komplimente. Një fjalë e mirë ngro zemrën e tjetrit. Shpesh jemi të shpejt për të kritikuar dhe të ngadalshëm për të vlerësuar. Komplimenti dhe vlerësimi ndihmojnë të shohin anën e mirë të vetja dhe tjetri. Dhuro falje. Falja është akt thellësisht kreshmor. Krishti në kryq tha: fali o atë. Të falësh është të lirohesh nga bara e urrejtjes
dhe t'i dhash vetës shansin e jetës së hirit. Falja krijon dhe rikrijon marrëdhëniet e reja e horizonte shprehse. Dhuro shpresë. Të dhurosh shpresë do të thotë të duash prani që nuk e përhap errësirën, por dritën. Kreshma përfundon në pashk, çdo sakrificë hapet drejt ringjalljes. Dhuro vlerë dhe respekt. Çdo njeri mban në vete shumbulltyre në hyjit. Ta trajtosh me dinjitet njeriun është akt adhurimi ndaj krijuesit. Në këtë relacion ne vihemi në fushën e krijimit. Dhuro lutje. Lutja është dhuratë e madhe që mund t'i bëjmë vetës dhe të tjerëve. Ajo na lidh me burimin e jetës. Ajo bëhet një frymarrje hyjnore që krijon qetësinë ndërvëllazërore. Dhuro ndihmë dhe kohë. Koha është pasuria më e çmuar. Kështu konsiderohej prej lashtësisë. Të dhurosh kohë është të dhurosh një pjesë nga jeta jote, që ndihmon tjetrin për atë që ai në ato momente ka nevojë. Heq dorë të bën me pastrue zemrën. Kreshma është edhe kohë e heqjes dorë prej atyre gjërave që na errësojnë shpirtin dhe bëhen pengesa për të pasur një zhvillim të shëndosh njerëzor dhe krishtëror. Prandaj, heq dorë nga ankimet. Ankesa e vazhdueshme e mbyll zemrën në pakënaqësi. Mirënjohja e hap atë. Heq dorë nga gjykimet e ashpra. Mos gjykoni që të mos gjykoheni. Të heqësh dorë nga ashpërsia është të pranosh kufirin e dijes sate. Heq dorë nga hakmarrja. Hakmarrja është zinxhir që lidh me plag. Falja e kput atë dhe bëhet një fash e shërimit. Heq dorë nga negativizmi. Shpirti e errët gjithçka me dyshim, duke e lejuar të mbushemi me shpirt pozitiv dhe sy të pastruar, arrim të largojmë këtë barë shpirtërore. Heq dorë nga mëkati. Mëkati është largim nga hyi, pendesa është kthim në shtëpi. Heq dorë nga paragjykimi. Mbyll derën e dialogut, sepse nuk lejon të hyjmë në jetën e tjetrit. Dashuria e hap atë dhe na mundson takimin e qiltër. Heq dorë nga egoizmi. Egoizmi e vendos unin në fron. Kreshma e vendos qendrën tek hyi dhe tek tjetri. Duke ikur nga egoizmi, ne dalim në hapësirë të hapur dhe në takim me tjetrin, pa pasur frikë se do të na merret diçka nga vetja. Heq dorë nga sharjet dhe thashithemet. Fjalët mund të plagosin më thellë se veprat. Heshtja e matur shpesh është akt dashurie. Goja e matur vjen nga zemra e edukuar. Kreshma është kohë vetësimi dhe zgjedhjeje. Çka e ushqen mendjen? Çka e mbush zemrën? Çfarë më afron ose më largon nga hyi? Kreshma është si një lloj shkretëtire. Hiqen gjërat e tepërta dhe mbajmë thelbësorën. Aty zbulojmë se zemra jonë është krijuar për hyin. Nëse dhurojmë më shumë dashuri dhe heqim dorë nga ajo që na errëson, do të arrijmë në pashk me zemër më të bardhë. Sepse ndryshimi i vërtet krishtëror nuk është thjesht disiplinë e jashtme, por është ndrim i brendshëm. Dhe çdo hap i vogël i bërë me sinqeritet gjatë kreshmave është një hap i madh drejt dritës së ringjalljes.